nuk po kursejnë asgjë. Me gure me gjithçka tjetër, po sulmoj njëri tjetrin azerët e shqiptarët midis Stambollit. Kjo hallaka ndodhi në Stamboll, jashtë një salle ku po mbahej një manifestim si ky, për nder të 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, e organizuar nga kryetari i komunës me shumicë shqiptare Kyçykçekmexhe. Ky grup i të rinjeve Azerbajxhanas sulmuan shqiptarët derisa po festonin. Prezent në këtë manifestim ishte edhe një delegacion i Kosovës me në krye ministrin e diasporës Valon Murati. Këshilltari i Muratit, Kushtrim Sheremeti, thot se cak i sulmit nuk kishte delegacioni kosovar. Si duket ka qenë edhe çrrim e sapësh nga disa probleme që i kanë pasur në të kaluarën, por megjithatë ajo ka reflektuar edhe në panik mbrana sallës, edhe kështu për një moment caktuar mas një 2 orë aktivitet realisht është dashur të ndërprej aktiviteti. Por pavarësisht kësaj, në mungesë të sigurisë, delegacioni i Kosovës u detyrua të largohet nga salla. Si duket në mungesë të një sigurie të madhe, është dashur edhe një grup i qytetarëve shqiptarë që jetojnë atje të dalin edhe të sigurohen për mbrojtje të hapësirës dhe të njerëzve që kanë qenë. E për gjithë këto telashe që hasi ministri kosovar i diasporës, Turqia do të kërkoj falje. Realisht sot na ka kontaktuar ambasada turke, dhe ambasadorja turke ka kërkuar që mu taku me ministrin Murati të premte, që me sqarut të gjithë situatën edhe me kërku falje për gjithë incidentin që ka ndodhur, pavarësisht se target nuk ka qenë as ministri Murati as kush nga delegacioni i Kosovës. Burimet të Klan Kosovës brenda kësaj ministrie bëjnë të ditur se shumë shpejt pritet të japë dorëheqje drejtori policisë së komunës Kyçykçekmexhe.